Astronomia Pranvera Hyseni fiton çmimin Dvonik në SBA për prezantimin më të mirë shkencor. Astronomia kosovare Pranvera Hyseni është përblyer në një nga çmimet më prestigjioze për studentët në fushën e shkencave planetare. Ajo ka fituar çmimin Dvonik për prezantimin më të mirë oral nga një student të konferencës ndërkombëtare të shkencave planetare dhe në orën 2025 që u mbajt në Houston. Lajmin e bëri të ditur vetë Hyseni përmes një postimi në Facebook ku ka ndarë emocionet për këtë arritje të madhe mes një audiencë me mbi 2000 pjesëmarrës nga gjithë bota. Ajo theksoi rëndësinë e këtij çmimi, i cili jepet nga Divizioni i Gjeologjisë Planetare në kuadër shoqatës gjeologjike të Amerikës për prezantimet më të dalluara të studentëve në fushën e shkencave planetare. Me u përzgjedh unë për krejt aty një njerëzve të zot, s'po gjej fjalë. Projekti im lidhet me shpërndarjen e lëndës organike në familjet e asteroideve bazuar në të dhëna që i blodha përmes vëzhgimeve me teleskopin NASA infrared, teleskopi Facility Nishu Navaj. Hyseni tregon se pavarësisht sfidave personale dhe emocionale në një midis shkencor ndërkombëtar, çmimi e ka motivuar dhe më shumë në rrugtimin e saj akademik. Si dikush që ende përpiqet të gjejë fjalët e duhur në gjuhën angleze, që shpesh ndjen pasiguri gjatë prezantimit para një audiencë shkencore, ky çmim ka një domethënie të jashtëzakonshme. Për mua jam thellësisht mirënjohëse dhe mbështetjen e jashtëzakonshme të mentorëve Dr. Miriam Tellus dhe Dr. Andrew Rifkin. Faleminderit që besua tek unë dhe tek puna ime, ka shkruar Hyseni.